Artistja shkodrane Rozafa Shpuza ka qelur ekspozitën e saj fotografike Qyteti që më rrin sy në 5 vjetorin e Galerisë Oda, një projekt i konceptuar dhe kuruar artistikisht nga vet ajo. Përmes fotografisë bardhëzi, artistja sjell një Shkodër intime dhe të ndjerë, si një mozaik emocionesh dhe detajesh urbane. Si bazë është cikli i qytetit, janë çadrat, biçikletat, janë fëmijët, janë fshatarë që shesin atje në fushë. Pra, ka copëza qytetit që të gjitha bashkë bajnë një mozaik që them që është i larmishëm edhe sjell gjithë qytetin para syve të sa e lejon Galeri Oda, se ju e dini Galeri Oda është e vogël, po shpirtin e ka të madh. Në këtë ekspozitë Shpuza zgjell gjuhën e thjesht, por të fuqishme bardhëzi, duke i dhënë më shumë thellësi dhe ndjeshmëri çdo imazhi të kapur përmes objektivit të saj. Kuratori i ekspozitës Fatmir Juka e vlerëson këtë prurje si një rrëfim të sinqert artistik nga ana e artistes. Meqense ajo ndoshta ndjehet shumë e kontrollon mirë këtë territor, kishte ndoshta nevojë për një mendim tjetër, siç është ai një personi që ka pikturën në rënd të parë. Dhe në kjo qasje ndoshta mes fotografisë dhe një syri tjetër, një kanvështrimi tjetër, bani të mujtën këtë lloj kombinimi. Ky vit duket të jetë i veçantë për Rozafa Shpuzën, pasi pak kohë më parë ajo solli për lexuesit librin më të ri me poezi, Vetimat e Shujnë i Nati mbun, duke dëshmuar një profil artistik të shumëanshëm.